para luftës, mënyra e organizimit shoqëror ka qenë këtë ndryshe. Kjo është e vërtetë. Familja ka qenë ma kompakte, kemi qenë më shumë anëtarë në familje, ndoshta kjo për shkak të rrethonave ekonomike, sociale, pushtuesit. Për shkak të gjendjen cilin jemi konë, domethënë se ne kemi qenë në okupim, ne jemi gjenerata e okupimit ku shkollën e kemi bërë në shtëpia, deri në kohën kur ka filluar lufta, na sidomos kohën kur kemi qenë në gjimnaz, ne nuk kemi pas drejt me shku në gjimnaz. Në fillore më iman që i kam pas leju, por gjimnazin jo, dhe ne kemi zhvilluar mësimin për shtëpia. Ne jemi domethënë e gjeneratë me gjitha ato vështirësi ne ja kemi dalë. Ne kemi dalë se nuk e kemi leju që qëllimin e pushtuesit që na detyroi ose ta pranojmë sistemin e shkollimit që ata ofronin, ose përfundimisht të tërhiqemi nga banka shkollore dhe normalisht pastaj na konsiderojnë si një shoqëri analfabete. Kur je shoqëri analfabete është ma lehtë me të kontrollu, ma të lehtë me të dirigju, ma lehtë me lut me fatin ton. Edhe besoj po kthejna pak më mbrapa. Dhe deri në vitet 70 për shembull, shoqëri e tillë kemi qenë. Kanë qenë gishta që kemi me një njerëz që kanë bërë shkollë, edhe ato kryesisht në shtetet tjera të Jugosllavisë. Nga vitet 70 ne kur ka filluar. Jo, edhe brenda Kosovës, nëpërmjet tepër. Jo, po flas në atë kohë. Nga vitet 70 ne kur u shtop universiteti këtu, pastaj shoqënia jon ka filluar më shkollu, dje me vajza kanë filluar më shkollu dhe aty pastaj, si them unë shpesh them, thoj se ka posh herrin Jugosllavia. Sepse në momentin që shoqënia shqiptare në Kosovë ka filluar më shkollu, ka filluar me kuptu drejtat e veta, ka filluar me kuptu qëllimet dhe synimet e veta dhe pastaj normalisht ka filluar me kërku ato, që i ka dalë shumë problem pastaj Jugosllavisë, se ma vonë Serbia që e ka marrë gjithë përgjegjësinë e Jugosllavisë. Cilësia, nëse flasim për cilësi, besoj që në atë kohë ne kemi qenë shumë teorik, kemi mësuar shumë teori. Po, kemi qenë, besoj, shumë më të koncentruar në mësim. Kemi mësu, do shta për shkak të rrethonave, kemi mësu, jemi zhvilluar. Gjenerata e sotit e vërtet që mund të kenë mundësi, edhe kanë mundësi, po unë e vrej që gjenerata e sotit nuk është shumë e koncentruar në mësim. Domethënë, gjithë sot mund të marrin diploma, mund ta kalojnë vitin ato, po kur e sheh, unë personalisht jam shumë i zgjenuar me gjeneratën e re. Sepse unë shoh gjeneratën e re fatkeqësisht një shumicë e madhe, se nuk ka asnjëherë nuk ka 100%, por një shumicë e madhe, mos flas edhe kategori që kanë pozita të larta shtetërorësi që nuk dinë me fol shqipnje, nuk dinë me shkruaj shqipnje, nuk dinë me lexu shqipnje. Domethënë kjo është fatkeqësi e madhe. Se ti kur nuk e njeh gjuhën anëtare, ti badiava e ki.